Të ndalemi pak të vllau, sepse po du me ndalë që ai ka dalë në Gjermani e ti ndështë ke vazhdu me qëndru këto. A ka qenë vaj marakli i firmës, ka qenë vaj marakli themi i lopëve, i punës të tokës? Për vllavën ka dalë në vitet 95, ka dalë në Gjermani, që ndalë që keshë talë për mosat të dhënshme atëherën. Për shkak të situatës, lufta, pastaj gjithë shka. Këtë dalë dhe tani 2008 që shtojnë në përvel mas luftës, për marë mu si vllau mes me dalë në Evropë. Dhe ka qenë ideja e prindit, i ka marrë të 6 vjeça për majmeri dhe sot jemi ku jemi sot. Ti nuk e le Kosovën, nuk e le vendlinje, nuk e le fshatin e Grovcë, as për Gjermani, ani pse vllaun e ke atje? Jo, vallai kemi në vitin statistika 2006-2007 kemi konë sfidat që kemi menduar dhe vetëm konë për medalë jashtë vendit që konë çmimet me 20 cent, 25 cent, çumshin e kemi të papërballueshme. Të papërballueshme, po siç e thonë, me punu dhe mos më dorëzu kur.